E pam në disa prej ligjëratave se një nga haramët e mëdha që jemi sprovuar me te është muzika. Muzika dhe instrumentet muzikore, të kënduarit me instrumente, me fjalë të liga, me fjalë të pamoralshme e kështu me radhë. Andaj Zoti jon te bareke ve teala e solli një varg ajetësh ku e nënçmoi muzikën. Edhe e përbuzi dhe e pruni si gjë të kotë, edhe e mërtoi me një varg emrave të këqij. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, të cilat ka paralajmëruar për shenjat e kiametit, në një nga veprat e këqija dhe gjunaheve të mëdha që do të shkaktojnë çrregullim të natyrës dhe çrregullim të stabilitetit të njerëzve, ka futur edhe muzikën. Andaj e pam hadithin që e ka nxjerrë Imam Buhariu se njerëzit do ta bëjnë muzikën halal, që është argumenti më i fuqishëm i dietarëve të muslimanëve, nga i cili kanë nxjerrë konkludim të prerë hoxhallarë dhe dietarë të vjetër se muzika haram. Gjithashtu i pam hadithet e shumta nga Muhamedi alayhi salatu wassalam se para kiametit do të ketë përmbysje, do të ketë shëndrim të ftyrave në derra dhe majmuna, do të ketë shemje të tokës, do të ketë shkatrime të shumta. Të gjitha këto, dha Muhamedi alayhi salatu wassalam, i shkakton një prej gjunaheve edhe muzika, edhe të tjerat, por edhe muzika. Ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tina nga Ebi Umamet el-Bahili radhiyallahu anhu ardha, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se e ka dëgjuar alayhi salatu wassalam duke thënë: Allahu më ka dërguar huden wa rahma, Allahu më ka dërguar mua mëshirë dhe udhëzim. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam është mëshirë dhe udhëzim. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam: wa amarani an amhaqa, dhe më ka urdhëruar Allahu xhelle xhelalu si pjesë e kësaj mëshire dhe këtij udhëzimi që ti shkatroj. Çfarë shkatroj? Që ti rënoj. Ka thënë ti rënoj gitarët dhe instrumentet muzikore dhe idhujt e xahiletit. Shiko me çka e ka fut Muhamedi alayhi salatu wassalam në varg muzikën. Ka thënë alayhi salatu wassalam, dëgjoj edhe një herë: Allahu më ka thënë rahmet për juve, Allahu më ka dërguar udhëzim për juve, dhe nga ky udhëzim i madh dhe rahmet i madh më ka thënë instrumentet muzikore mi rënu. Haram fejën tane instrumentet muzikore, haram fejën tane gitarja dhe violina. Gjithashtu më ka thënë mi rënu e putat. Kanë thënë dietarët e muslimanëve që ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Ighathatul Lahafan, këtë hadith nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka thënë shiko se si Allahu e ka mësuar Muhamedin alayhi salatu wassalam që ta radhit muzikën te puti, se muzika ta merr zemrën që ja u ka marr puti zemrat arabëve. Arabët kanë luftu për put, kanë luftu dhe kanë derdh gjak për idhullin e vet, për shtatorën e vet. E kanë luftu Muhamedit selam për çato idhull, për Latin dhe Uzairin, sikur që luftojnë sot njerëzit për muzikë. Vranë e prerën për shumë të mëdha. Vranë me 1000 euro e me mia kanë të cilat i shkatrojnë njerëzimin. Çka tha Muhamedi selam? Zoti jam, Zoti Muhamedi selam e Zoti jon. E ka urdhëruar Muhamedi selam nga mëshira me thon mo, nga udhëzimi ka thon mo me muzikë. Mos është haram, mos e ta shkatron familjen. Gjithashtu ka transmetuar Imam Ebu Davudi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam: la tabi'u al-qainat, mos i shitni dhe mos bleni këngëtare. Mos shitni dhe mos bleni këngëtare. Arabët kanë pas traditë ka ble këngëtare. I ka kënu për një muj, e ka pagujt. Ka thonë për një muj jemja, veç për mu kënon. Ka thonë alayhi salatu wassalam: mos shitni dhe mos bleni këngëtare. E qiko sa precis ka folë Muhamedi selam. Këngëtarja shitet dhe blejet, shitet dhe blejet, mi po qëtë harami dikujna. Tha alayhi salatu wassalam: sepse çmimi që ka fitohet për e tyre o haram, çmimi që ka fitohet nga konga o haram. Dhe këta e themi
edhe nga dëshmia atyre të cilët e kanë lanë muzikën. Apo shumë prej këngëtarëve në botë që janë pendu, janë kthi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë kthi Islamit, tregojnë dhe rrofejnë vet se ata me 1000 euro kanë fituar. Po këtë ju kanë zhdu. S'ka pa hajër kur gjapi asajna. Sepse është çmim haram, është fitim haram. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam i mëson të sahabët e vet, mos shitni dhe mos bleni këngëtare. Mos shitni dhe mos bleni këngëtare, njëjtë sikur që e ka bëu Muhamedi alayhi salatu sallam, mos shit dhe mos blej dhe mos transporto dhe mos nënshkruaj raki. Asnjëherë. Njëjtë ka pru Muhamedi alayhi salam çështjen e muzikës. Andaj kemi edhe shumë hadithe, do t'i bënoj pas se koha është shumë e vështirë jashtë duke rashi. Elusi Allahu xhelal që Zoti on te bareke ve teala ti pastron zemrat tona për muzikës. Ti pastron familjet tona për muzikës. Ti pastron Allahu xhelal xhelaluhu kokat tona nga çdo haram. Tua mundson Allahu të rejave dhe të rive të muslimanëve që Allahu t'i kthen në fenë e vet, t'i kthen në islamin e Zotit, t'i kthen në Kur'anin e Allahut, t'i kthen në rrugën e më të mirit për njerëzve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.